Sot jemi për të bërë testimin e pajisjeve të votimit elektronik. Do të verifikojmë aspektet e funksionalitetit të kësaj pajisje, si për rastin e përdorimit të tyre nga votuesit, ashtu edhe për rastin e marrjes dhe transmetimit të informacionit që këto pajisje do të kenë në ditën e votimit dhe do të transmetohet në qendrën e përpunimit të dhënave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga pikpamja formale jemi duke përmbushur një detyrim të kodit zgjedhor për të bërë testimin e funksionalitetit, po dhe të aspekteve të tjera të pajisjeve të teknologjisë së informacionit. Sot kemi radhën e pajisjeve të votimit dhe të numërimit elektronik dhe nesër, sikurse është bërë publike, do të bëhet testimi i funksionalitetit të pajisjeve të identifikimit elektronik. Gjej rastin ta ritheksoj dhe e shoh me rëndësi që të marri jehonën e dur, garancia e plot që ofrojnë këto pajisje në lidhje me fshehtësinë e votës. Nuk ka asnjë lloj mundësie, mënyre apo mekanizmi që dikush të verifikojë votën e dhënë nga një zgjedhës për subjekte të caktuara. Kjo është e sigurt 100%. Zoti Celibashi ka pasur shqetësime të adresuara edhe publikisht nga qytetarë kryesisht të Elbasanit, se po u bëhet presion nga forcat politike për sa i përket mundësisë së identifikimit të votës për të garantuar votën pro. A janë adresuar institucionalisht këto shqetësime në KQZ dhe çfarë masash do merrni? Kemi patur, jo në mënyrë fare zyrtare, po kemi patur disa shqetësime të tilla që janë përcjellë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me sigurinë dhe garancinë e fshehtësisë së votës, por jam këtu për ta rikonfirmuar për të disa të herë si personi i dur për ta bërë këtë, për të thënë që garancia është e plot 100%. Kushdo që thotë të kundërtën është thjesht dhe vetëm një spekulant politik dhe kërkon të përfitojë politikisht në raport me këtë çështje. Nuk ka asnjë lloj mundësie, as kompania e cila ka prodhuar dhe ka dizenjuar këto pajisje, as Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe as kush nuk ka mundësi që të verifikojë se për kë është votuar në mënyrë kategorike. Më shumë se kaq nuk di se çfarë të them, ngelet fjala ime kundrejt fjalës së këtyre spekulantëve. Zoti Celibashi, për Vorrën, Elbasanin edhe Kamzën, rezultati pritet që të jetë i shpejtë. Ka një angazhim të KQZ-s për sa minuta rezultati do të jetë i publikuar rezultati paraprak. Ne synojmë që brenda 30 minutave nga momenti që mbyllet procesi i votimit, të kemi shpalljen e rezultateve paraprake për Bashkinë e Elbasanit, për Bashkinë e Vorrës dhe për Bashkinë e Kamzës. Po sikurse mund të kuptohet, ky është një projekt pilot me të panjohura edhe për ne, të cilët e aplikojmë këtë projekt si nga pikpamja teknike, por nga ajo çfarë vlerësojmë, besoj që gjitha procedurat, si ato administrative dhe ligjore dhe ato teknike, do të kërkojnë një kohë jo më shumë se 30 minuta, të themi, nga momenti që mbyllet procesi i votimit. Për disa qendra votimi, nëse nuk gaboj, në Elbasan mundet kemi një vonesë për shkak se në këto qendra votimi nuk ka mbulim me rrjet telefonisë mobile, nëpërmjet të cilëve ne apo internetit, nëpërmjet të cilëve ne transmetojmë rezultatin, por jemi duke gjetur zgjidhje të tjera alternative që të përmbushin interesin për ta transmetuar rezultatin e zgjedhjeve paraprakun brenda 30 minuta nga momenti i mbylljes së votimit. Do të ndiqet një procedurë si në proceset e kaluara që një përfaqësues i KQZ-s do të ndihmojë kryesisht moshat e treta të orientohen në procesin e votimit, duke që ato janë më pak problematike. Po, për çdo qendër votimi do të jetë një punonjës, një operator teknik i përzgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili është i vendosur në mënyrë të tillë që nuk merr asnjë lloj informacioni pa marrë mbi zgjedhjen që do bëj votuesi, pra duhet ta them edhe këtë, është thjesht vetëm aty për të asistuar nga pikpamja teknike procesin e votimit
nëse do duhet, sikurse edhe për ta mbështetur me suport teknik përdorimin e pajisjes. Por kodi zgjedhore ka parashikuar rastet kur një votues është në nevojën për t'u asistuar nga dikush gjatë procesit votimit dhe këtë mund ta bëjë dhe një i afërm i tij. E bën këtë në rastin kur voton me fletë votimi, pse jo edhe në rastin kur voton nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit. Sa i përket komisionerëve, ka pasur kërkesë nga Partia Socialiste për të pushur vendet bosh të lënë nga Partia Demokratike të komisionerëve, si do të projekti që zgjedhën në këtë rast? Nuk kemi se ta fshem që kanë dhe interesa partitë politike në këtë procesin e emërimit të anëtarëve të Komisionit të Qendrës Votimit, edhe pse do duhet ta kuptojnë ato më së pari, po dhe gjithë të tjerët nuk është se ka dallim substancial nëse një anëtar komisioni propozohet nga Partia Socialiste, Partia Demokratike apo Partia e Lirisë, veç faktit që këto partitë të cilat kanë anëtar komisioni, ato ndoshta ndihen më të sigurta në procesin e administrimit zgjedhor, por në pikpamje të ligjit unë besoj dhe jo në mënyrë hipokrite që të paktën në pjesën ndërmuese sjellja atyre komisionerëve është në përputhje me parashikimet e ligjit, që nuk ka shumë rëndësi se çfarë përkatësie politike ka. E kuptoj që ato parti që shtyn shumë në këtë proces kanë pikë vështrimin e tyre, por për gjykimin tim është një pikë vështrimi i gabuar. Ne zvendësimin e komisionerëve do ta bëjmë në përputhje me parashikimet e ligjit dhe për ne nuk ka asnjë lloj domethënie ky proces, edhe pse dikush kërkon ta shikojë në mënyrë politike. Faleminderit juve.